Bashkimi Evropian, falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë dashur Edi. Faleminderit, fjala është për ju kryeministër. Faleminderit shumë. Dear Marilena Agapimou. E dashur Marilena. Thank you so much, Marta. Faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua? I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e You dashurisë. have to see and learn from Duhet të Albania's shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. suffering love sometimes. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Of course we are happy. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ashtu siç e theksoi edhe Marta, siç e ka theksuar në një së rastesh, ne I çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt, ndoshta sepse ishte shumë vonë, dhe kaluam nga kjo tek phase of starting to close the chapter. faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme, edhe njëherë brenda një afati shumë të shkurtër. Kështu që ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim It's not the end. që nuk është fundi, It's just the beginning. është vetëm fillimi I fundit. We know that Dhe we have to do much e dim more që work, duhet të but bëjmë maybe it is shumë më also tepër the punë, moment por to say ndoshta to all është po Albanians kështu at edhe home momenti për t'ju that, thënë të gjithë shqiptarëve në atë vet, të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion, as I told you before, dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar more trendy than the World u bë Cup edhe word. më And trendi so, se sa this is how we fjala kupotrore. the European Ja që kështu jetojmë ne me antarësimin në Bashkimin Evropian, dua të them që sot kemi një vend 27 billion I euro cili GDP. ka një PBB prej mbi 27 miliard eurosh dhe nisëm me 10 miliard euro. Kemi një vend I cili Wage in the private sector. ka një pagë mesatare në sektorin privat 912 euro dhe në sektorin publik rreth 1100 euro dhe kemi nisur me një pagë mesatare prej 325 eurosh. Kemi sot një vend Gone from 300, që 400, sot ka direct investments shkuar to nga 1.6 billion 300-400 investime direkte të huaja në miliarda vitin e kaluar, por rriten investimet, por rritet ekonomia dhe nuk duhet vazhdojnë, por është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se e gjitha kjo lidhet me punën që ne po bëjmë së bashku. Ibari, piketat, e ndërmjetme, të parme, të pasme, tingëllojnë abstrakte,